Rreshjet intensive të datës 6 janar shkaktuan përmbytje masive që paralizuan qytetin e Durrësit, duke vënë nën ujë lagje të tëra urbane dhe periferike. Sipas të dhënave të bëra publike nga strukturat e emergjencave, rreth 800 banesa u përmbytën në të gjithë qytetin, ndërsa 10 familje u detyruan të zhvendosen. Për shkak të situatës, më 6 janar u pezullua mësimi në të gjitha shkollat, ndërsa qarkullimi rrugor u bë i vështirë në thuajse të gjitha akset. Uji përmbyti rrugë, lagje dhe zona funksionale të qytetit. Përmbytje u konstatuan jo vetëm në periferi, por edhe në qendër, përfshirë zonën e Velierës, tregun industrial, parkime nëntoksore dhe segmente kryesore rrugore, duke e kthyer Durrësin për orë të tëra në një qytet të bllokuar nga uji. Një nga zonat më të prekura ishte Porto Romano, ku banorët thonë se kjo është hera e parë që uji ka hyrë brenda banesave të tyre. Shtëpit të përmbytura, mobilje të shkatëruara dhe ambiente të pabanueshme janë pamjet që shihen edhe sot në këtë zonë. Violeta Biba, banore e Porto Romano, thotë se dëmet janë të mëdha dhe se situata nuk ka precedent. Këtu janë gjithë mbeturinat që kanë ardhur mrena nga uji, nga kanalet, nga gjitha gjërat. Erdhen me ujtin mrena, divanat janë kalë, gjitha gjënë. Po kam pas deri në borë, kam pas, po mrena hera e parë që hyrë dje. Plota, gjitha janë prish, me ardhë mrena, divanat, gjithë ujë kuva. Sipas banorëve, përmbytja nuk erdhi gjatë kulmit të rreshjeve të shiut, por pasi rreshjet përfunduan, kur niveli i ujit filloi të rritej gradualisht. Qerim Çuku, që jeton prej më shumë se 20 vitesh në këtë zonë, thotë se uji erdhi nga kanalet. Kishte nevojë për pompa. Ka qenë dert lirë, pa pompa u derte, direkt ndej. Tani e kanë deviju vjeta par vjet, nuk e më se kur e kanë deviju në këtu më pas shtëpive tona, është e në bjerë në fush. Ata ngrejnë pikpyetje edhe për funksionimin e hidrovorit, duke thënë se gjatë orëve kritike niveli i ujit nuk ul. Sami Biba, banor prej më shumë se 25 vitesh në Porto Romano, thotë se jeta është bërë e pamundur. Dëme materiale pas banorëve janë të mëdha dhe te i kalojnë mundësitë e familjeve për të përballuar. Kjo është gabimi i bashkisë që kanë hap kanalin e rezervarit atje sipër spitalit. E kanë deviju këtu. Këtë devijim kështu se ban kanalin aty, ndronë hidrovorin. Ndronë hidrovorin e sun hidrovorin mbi shpallë dhe tash i tha aty e majnë familja këtu. Firmat këtu gëjnë ato venet e veta si mas shefit, hapin kanalet si mas shefit. Autoritetet vendore nuk kanë publikuar një bilans të detajuar mbi dëmet ekonomike dhe nuk kanë dhënë asnjë sqarim të plot mbi shkaqet që çuan në këtë përmbytje masive të qytetit. Ndërkohë, për banorët e zonave të prekura, frika më e madhe mbetet përsëritja e situatës, ndërsa shumë prej tyre ende nuk janë kthyer në banesat e tyre.